Mbrëm pas mesnate në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 45 vjeçarin IM nga Tetova për shkak se ka sulmuar fizikisht një polic i cili po kryente veprime zyrtare. IM është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet për ashtres përkatëse. Dje rreth orës 15:25 në stacionin policor në Mavrov, 27 vjeçari KN nga Velesi ka raportuar se në një objekt hotelerik në fshatin Leunov të Gostivarit, ku ai punonte, pas një debati të shkurtër është sulmuar fizikisht nga përgjegjësi i objektit 35 vjeçari MJ nga Gostivari, po merren masa për zbardhjen e rastit. Prokuroria kërkon paraburgim për 44 vjeçarin nga Shkupi, i cili vodhi rreth 10.000 euro në një këmbimore në Shkup. Sipas informacioneve nga autoritetet hetimore, i dyshuari ka shfrytzuar një moment kur punonjësi është larguar për një kohë të shkurtër nga zyra për shkak të detyrimeve të punës, ka marrë parat nga arka dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. I dyshuari u arrestua menjëherë. Prokuroria thot gjithashtu se i dyshuari ka qenë edhe më herët i dënuar, ndërsa ndaj tij janë duke u zhvilluar procedura të tjera penale. Për shkak të rrezikut të arratisjes, është kërkuar caktimi i masës së paraburgimit.